Përshëndetje mi së dashur. Shkojnë me vitën e radhës Ramush Haradinaj. Ramush Haradinaj nuk e di që atë gjatë dje më rëpur në parlament, a po me qëfar ofendimi shkoj, si për kryeministrin, si për neve mbështetës e tina, të na qujtë neve zagar, si kur me gjithë, nuk e di që a pat gjithë kështut. Por Ramush Haradinaj, nëse ne jem zagar, qka je ti? Nëse unë jem zagar, ti je zagar. Nëse unë magar, ti je magar. Se ti po je dheq, ti i ke dheq. Nëse ne jem zagar, ju në keni po zagar. Dëshmetar turp, e turpit mlof që a i ka full. O psikopat. Qfar zagarsh? E ata që atë mëseshin ty që ka jenë? Ata që ndrojnë ty që ka jenë ata? Mu që mi thonë zagara? Jo, njerëzëm. Njerëzëm. Veç që ata e mbështesin një njeri që ka vjedh një hajnë, sikur ti, njët që bashkëpunon me liqen sërbë, sikur ti, njët që e levdon Radojqiqen, sikur ty, apo sikur ti, e na mbërgjojmë Albin Kurtin që këta i urrejmë. I njek për Mitrovice, i hiq krejt. Nuk bashkëpunon me ta. Po me që shkojnë të ndëgjojnë vitën, je lutem e të diskutojnë së bashku. Kryetare, nderuar deputet, kabinet qeveritar, tash shtetar, edhe sot mashtruesi para nesh me një mashtrim ideal. Mashtrus po të para nesh kryeministrit. Po a ka njeri këtë tokë më mashtrus se ti? Do të dokumentoj këto që api thëmë. O një randë. Shkojnë me që. Kemi thonë mashtrus vikujnë. Mashtrimi nuk është hyrje. Sot ndodhet një mashtrim special. Ndodhet një mashtrim këtë foltore, po du me demasku këtë mashtrim. Kime mashtrusi? Kolega që fori para me këtu, ose sa vjetë përset. Më banë përgjësi për çmimet, më banë përgjësi për vjetën që përna ndohë në lëgji, për faktura që përna vi. Këtë qeveria ti edhe ju më banë i përgjësi. Fakturat e rrimës, e tujit, e buka, se këtë botën i shkojnë. Rriten, këtë botën po rriten. O e një randë. O sjupit gaj. Mosë më nëni me akuzu kryeministin për të sene. Ky e boni që pëmin të avan ju e hishtë. O i shtazë. Shkojnë amish. Së moni me i këse përgjësie në asë një variant. Asë moni më shqe pasi ligjit të avan, asë këgjo... Jo, po, ligjit të avan, po. Bone ligjin të avan, edhe të shikojmë tani, apo vjetë kryeministi, as po vjetë. Njo, e dyta, qa ka të bëjë kryeministi me çmime? A zagar? Qka ka? Unë i di qa ka. Se javë ka këput. E kjo është ajo. Kryeministi, janë të qenë të bëjë energji. Edhe të ushtohën kompani për dit, e ma shumë, njështë të afratu. Duhet këtë një koreksim këtu në këtë rast. E dyta thot, po finansohen mediat me thasë. Një që po të Pse, a paran diqka? A paran diqka o psikopat? A paran diqka? A i ka pagu Serbia 800 milion euro për gazetarët qidun të Kosovës. A i në zonën 1 milion euro në kombi. A paran kryeministi? Të ku në ato pare? Ku metën? Ku që dënue? Po finansohen mediat me thasë. Ky shpenzon ma shumë të pare, duke ushqy zagar, me thasë shqiptarët. Ju lutem regjia. A përshemiq, neve na qunë, zagar që e mbrojnë to. Nëse ka në Kosovë, zagar, nishi jetë ti. Nëse ka në Kosovë zagar, numër 1 jetë ti. Ramush Haradinaj. Me emen e me mbi emen. Dhe sa të neve nga banë zagar, si popull i thjesht, që ne mbështesëm Albin Kurtin, vetëm pse punon për Kosovë,
Nuk jep Çakorra, nuk jep Mitrovica. E ti neve me nasujt Zagar, Zagar je ti, Ramosh Haradinaj. Jo unë. Shkona miq? Jo. E ta shkona, miq, të ngojmë këto. Të ngojmë këtë Zagarin, se këtë çka po fole, çka po thot. Shkona miq, me jeta gjarë. Shpjane ke mirë, edhe këtë bugjet për 5 gati 6 milionëve me qunëzëve së ministra, ju kish falj, edhe qytetari i Kosovës me pas po që ju e keni shtu bugjetin e Kosovës. Fakt, ju e keni zbraz bugjetin e Kosovës me vendimin që keni marrë për ju falj borxhin bizneseve, pse ja ofrove disa qytetarëve të Kosovës, ambalazhuesve tuaj faljen e na tjerë kena pagu. Se po na diskriminon si qytetar. Se dikuj pja falje, dikuj s'pja falje. Që cëni, visë kom pas qef, ja kom falë. Apo Zagar pas ke pas qefti, a? A për shemë ishte doshë, a? Kush është të rëndës, mërë idiot? Apo rëndë te, apo rëndë kryeministri? Kush? Për qef, a? Partë e shtetit. A jem Zagar na, ju? Jo, po ti, personal. Shkona me? Saluti ma i Severa, Milan Adresis. Na primer, da i on ima svoju ulogu i svi koji će koji taj čovjek. Neki Severa koji je pitan za sve. Kush e Zagar? Ha? Kush bash punon me shkije? A je ti, a është Albinis të? Të lutëm. Shkona miq? Ja pričam isni. Gruja ti punon në Beograd. Qëre? Elektroprivrede në Shërbis. Qëre? Që shfar posti ka? Që ky shërben interesave. Dërshmetar të marrë më në Zagar. Një me je Zagar. Turp do të me tarë për të deklarate që ke poti. Vetëm për atë ka ku je ullë më të. E ti përna që neve Zagar. A peshe? Unë dokumentoj. E ti ja i Zagari i Zagarave. Shkojna me që. Shërbis. E din gjithë. Farrane. Gjithë Kosova din që gruja ti punon në Beograd. A e dalë mi kërku falje, Zagar? A e dalë mi kërku falje kur i tha jo, ta këmbo tha dezinformata, që i keni pagu ju, për me dalë me shka me thonë, thuj që shtut, ju e keni pagu këto. A e dalë mi kërku falje? Dhe apo veç e shën një rana dhe thu, po që shtu është u kry puna. A Zagar? Po ju parë kesh njerëz thonë për mëna që unë nuk e më nekla si të madhe, po. Artjoniona Haradinaj nuk ishte i vetmi lider institucional që e takoi. Në kryetari i listës së Radojčić në një prononcim ekskluziv me telefon për Plan Kosova, pas e pas kryeministrit është pare ka biseduar edhe me zyrtar tjerë të lartë në Prishtinë, me styre edhe me presidentin Hashim Thaçi. Pa ovako ću ti reći. Ja sam se viđao Gojë që ata shkomiq, Radojčići. obojicom. Kështu do të them unë, jam takuar me të dy, po ashtu i kam parë edhe disa të tjerë, dhe secili prej tyre ju ka premtuar sërve kulla e qytete, që të jenë në anën e tyre e jo me të tjerë. Kush është tash? Kush arranë të, o e një ranë, o së që pitë boj. Miq, kjo është e vite për sot, mire po shumë vite radhës, sepse një ignorancë që kur këj me dalë në parlament me pa këtë bota, me qujtë randë, me qujtë mashtrus, pa dokumenta, veç me afut këtë që ashtot për i nati, nuk bënë. Slona. Mire po shumë miq, vite radhës.